قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. صدق الله العظيم. Falenderimet I takojnë Allahut fuqiplot. Përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Xhamati I nderuar, njerëzit çdo herë janë munduar që të japin një sqarim rrjedhës historike të vetë njerëzimi, duke parë se njerëzimi gjatë historisë së tij të gjatë çdo herë ka pasur konflikte, çdo herë ka pasur probleme, çdo herë ka pasur luftra. Duke u nisur nga këto probleme të cilat I ka përjetuar vetë njerëzimi gjatë historisë së tij, janë munduar të sqarojnë se çfarë është ky problem, nga buron ky problem, për arsye të cilit njerëzit në vazhdimsi janë në konflikte, janë në luftra, janë në probleme në mes veti. Kështu hasim disa mendime të disa njerëzve më eminent të këtij drejtimi, të cilët japin mendimet e tyre se pse ka ardhur deri tek këto probleme në mesin e njerëzve. Në mendimin e parë përmendet mendimi I Marksit, babait të komunizmit, se luftra ose probleme ndërmjet njerëzve është një luftë në mes shkallëve ose në mes të masave të njerëzve, të cilët nga pakënaqësia e tyre pasanikët çdo herë mundohen të shtipin të varfrit, kurse të varfrit mundohen që çdo herë të marrin të drejtat e tyre. Pra luftra në mes shtresave njerëzore. Por arsye se komunizmi, ideologjia komuniste njeriun ose njerëzit I kanë ndaj në shtresat të varfra, shtresat të pasura dhe konflikti I vazhdueshëm në mes tyre. Në teorinë tjetër të përmendur në lidhje me këtë drejtim është teoria e një autorit bashkohor amerikan, Samuel Huntingtonit, I cili thot se lufta në mes njerëzve vjen si burim I konfliktit në mes të ideologjive ose në mes të civilizimeve. Dhe është I njohur libri I Huntingtonit si përplasja e civilizimeve dhe fundi I botës, I cili mendon se civilizimi perëndimor I paraqitur nga Evropa dhe nga Amerika është ai I cili do ta ketë fjalën e fundit tek njerëzit, por arsye se doli si fitimtar në luftën me civilizimin lindor ose atë komunist. Prandaj thot,
edhe ka titulluar librin e vet Përplasja e civilizimeve dhe fundi i botës. Por arsye se civilizimi perëndimor thotë ka arritur kulmin e vet, nuk ka më civilizim tjetër i cili mund ta sfidojë këtë civilizim. Prandaj thot, me mbarimin e civilizimit lindor ose atij komunist, bota më nuk ka çka kërkon dhe i ka ardhur asaj fundi, më nuk mund të ketë përplasje të reja. Këto janë dy teoritë më të famshme xhamatin nderuar të cilat i kanë dhënë njerëzit. Ndërsa ne si muslimon çdo herë i referohen në Kur'anit, për arsye se është fjalë e Zotit, është ai i cili e thot çdo herë të vërtetën dhe është libër i cili nuk përmban teori, por përmban të vërteta. Për arsye se teoria duhet të tregohet si e vërtetë, si e tillë, kurse fjalët e Allahut në Kur'an janë të pavërteta, të cilët nuk ka nevojë të dëshmojnë, për arsye se ato gjithmonë janë të vërteta. Dhe Allahu xhaleshanuhu xhamati nderuar, jetën e njerëzimit në tokë e sheh pak më ndryshe dhe thot se kemi të bëjmë në një luftë, në një përplasje të vazhdueshme në mes të vërtetës nga njëra anë dhe në mes të pavërtetës nga ana tjetër. Pra, në mes fjalëve të Allahu xhaleshanuhu dhe në mes fjalëve të tjera. Dhe këtë Allahu xhaleshanuhu e vërteton me shumë ajete kuranore ku Allahu xhaleshanuhu thot kedhalike yadribullahu al-haqqa bil batil. Dhe në këtë mënyrë thot Allahu xhaleshanuhu me anë të vërtetës e mundën të pavërtetën. Dhe vet jeta jonë xhamati nderuar në tokë, vet ne si njerëz dita ditës e përjetojmë këtë dukuri, por arsye se në vazhdimsi është lufta në mes të mirës dhe të keqes. Në vazhdimsi është lufta në mes të dy palëve antagoniste që secila sinon ta ketë fjalën e fundit. Dhe kjo botë, kjo jetë të cilën ne e jetojmë, asnjëherë nuk ka qenë pa të vërtetën dhe asnjëherë nuk ka qenë pa të pavërtetën. Çdo herë dhe secila prej tyre e ka pasur fjalën e vetë dikur gjatë historisë së njerëzimit dhe mungesa e të vërtetës në skenë vjen si rezultat i njerëzve të vërtet, njerëzve të sinqert, të cilët tërhiqen nga thonja e fjalës së vërtetë. Prandaj edhe e pavërteta gënjeshtra shfaqet ajo e cila e ka fjalën kryesore. Por kjo nuk do të thotë se e vërteta është e zhdukur, por arsye se Allahu xhaleshanuhu është ai i cili e përkrahan të vërtetën. Është Allahu xhaleshanuhu ai i cili i rrin në krah dhe çdo herë e ndihmon të vërtetën. Se fjalët e Allahu xhaleshanuhu xhamati nderuar janë të vërteta dhe jo teoritë të cilat i thuan njerëzit, në vërtetojnë edhe ngjarjet historike të cilat i ka përmendur Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlart. Rasti i parë është me njëherë mbas krijimit të njeriut të parë në tokë, Ademit alayhi salatu wassalam, ndodhi ajo përplasja, lufta ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës, lufta ndërmjet të mirës dhe të keqes. Ishte rasti i fëmijëve të Ademit alayhi salatu wassalam, Habilit dhe Kabilit, të cilët ranë në një konflikt, u përplasan për diçka. Dhe kjo përplasje e fëmijëve të Ademit alayhi salatu wassalam rezultoi edhe me krimin e parë në tokë, që ishte vrasja. Në atë moment Allahu xhaleshanuhu ka vendosur rregullat e organizimit të jetës në këtë tokë. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, kush bën një vepër të mirë në Islam, asaj thot do t'ja shofe hajrin. Kush shpikën një gjë të mirë në Islam, asaj do t'ja shofe hajrin, dhe çdo herë do të ketë shpërblime sevape kur të tjerët do të punojnë
me atë vepër të cilën ki e ka shpikur që është e mirë. Dhe çdo herë thot njeriu thot do të ketë gjinahe në konton e tij për arsye se ka shpikur një punë të keqe thot. Dhe thot çdo herë kur ndodhen një vrasje në tokë, djalit të Ademit të parë i shkojnë gjinahet për arsye se ishte njeriu i parë i cili ka bërë vrasje. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam njeriu çdo herë e nxitën që të bëje vepra të mira, por arsye se veprat e mira ose sevapet e veprave të mira në vazhdimsi i shkojnë njeriu dhe në katër hekur vorrej që mos bëni vepra të këqija, por arsye se gjinahet do t'ju vinë në vazhdimsi edhe mbasi ta lini këtë botë. Prandaj dhe me thënë edhe shembulli i parë i Allahu xhaleshanu ishte pikrisht për njerëzve të parë në tokë, Habilit edhe Kabilit, të cilët u përplasën, por Habili dhe Kabili nuk u përplasën si përplasjen e mes të ditë civilizimeve ose përplasjen e mes të shtresave, siç e hapën teoreticientët këtë, por u përplasën për arsye se erdhi në konflikt e vërteta me gënjeshtrën, erdhi në konflikt e vërteta dhe e pa vërteta. Dhe Allahu xhaleshanuhu në fund të fundit krejt kësaj historie, Allahu xhaleshanuhu e ndihmoi atë i cili ishte në të drejtë. E ndihmoi atë që kishte të drejtë dhe Allahu xhaleshanuhu i ndajti në krah pavarësisht faktit se shkoi si kurban i atij rasti. Rastin tjetër të cilin e përmendën Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famullar është rasti ose përplasja e Musës alayhi salatu vesselam dhe e faraonit. Edhe kjo përplasje e cila ka ndodhur shumë herët në historinë e njerëzimit nuk ka qenë përplasje civilizimesh, nuk ka qenë përplasje shtresash dhe kështu me radhë, por ka qenë përplasja e të vërtetës kundër të pavërtetës. Musa alayhi salatu vesselam i cili pasqironte të vërtetën dhe faraoni i cili ishte simboli i të pavërtetës, pasi që u kishte thënë ene rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i nalt, po ashtu u thonte se unë me këtë fe të cilën u dëshiroj juve si bashkombas të mi, kam për qëllim që të mbroj nga padrejtësia dhe nga vërteta të cilën e përhapën Musa i cili në të njëjtën kohë ishte pejgamberi Allahut xhaleshanu. Edhe pse disa momente të kësaj historie të Musës dhe faraonit i takuan faraonit si njeri i cili edhe pse ishte me ideologji dhe besim të gabuar, disa momente korri disa fitore kundrejt Musës alayhi salatu vesselam dhe popullit të tij, por përfundimi i gjitha sa histori ishte Musa e shpëtoi popullin e vet Benu Israilet, kurse faraoni u mbit. Dhe fitoria e fundit ishte e Musës alayhi salatu vesselam i cili personifikonte të vërtetën. Rasti tjetër për të cilin na folën Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famullar është vetë historia e pejgamberit të fundit Muhammedit alayhi salatu vesselam. Dhe tërë jeta e pejgamberit ka qenë një luftë, një përplasje në mes të vërtetës dhe të pavërtetës, të cilën pejgamberi alayhi salatu vesselam në periudha të ndryshme, pasi që bisedohet për një periudhë 23 vjeçare, në momente të caktuara pejgamberi alayhi salatu vesselam e humtat për parsin atë avantazhin të cilin e kishte ndaj kurejshitëve si pejgamberi i Allahut. Dhe ato kurejshitët korën disa fitore kundër pejgamberit alayhi salatu vesselam, por përfundimi i kësaj përplasje të madhe e cila ndryshoi rrjedhojat e historisë së njerëzimit ishte fitoria e pejgamberit alayhi salatu vesselam. E kjo fitore personifikohet në përhapjen e islamit në tërë gadishullin arabik. Raste të këtilla xhamatin nderuar kemi shumë nga jeta e përditshme, raste të tilla kemi shumë edhe nga historia më e re e muslimanëve në mbar botës, ku
ka ndodhur dhe do të ndodhin përplasje të tilla, lufta të tilla në mes të vërtetës dhe në mes të pavërtetës. Dhe jo përplasje në mes civilizimeve atij islam dhe atij perëndimor, dhe jo luft shtresës në mes të pasanikëve dhe fukarave, por luft në mes të fjalës së vërtet dhe fjalës së pavërtet. Dhe Allahu xhallashanuhu, krejt në fund Allahu xhallashanuhu ka garantuar diçka. E ajo që ka garantuar Allahu xhallashanuhu është walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ardu walakin Allah dhu fadlin 'ala al-alamin. Dhe njerëzit mund të mendojnë se ne jemi musliman, por për momentin ne vuajmë. Filon shteti janë shtet muslimansh dhe shikoni çfarë u bojnë të tjerat. I vrasën, i përzan prej vendbanimeve të tjera dhe kështu me radhë. Njeriu mund të mendojë se e pavërteta ka krah. Njeriu mund të mendojë se gënjeshtra është shumë e fortë, por realiteti është krejtësisht ndryshe. E pavërteta mund të jetë e fortë për momentin, por arsye se ata të cilët vetveten e deklarojnë si pasues të vërtetës janë zhdukur nga skena. Ata të cilët e deklarojnë vetveten si pasues të fjalës së Zotit nuk e ngren zonin, por kjo nuk do të thotë se përfundimi dhe fundi të gjitha këtyre përplasjeve do të anoje ka e pavërtetë ose nga gënjeshtra, por përfundimi do të i mirë do qete por njerëzit të cilët e përkrahin dhe janë nga e vërteta, edhe pse e njëjta gjë mund të vonoje. Këtë gjë e vërteton Allahu xhallashanuhu në ajetin 251 të surës Al-Baqara, ku thot: "Wa laula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard." E sikur thot Allahu, to mos u ndihmonte njerëzve të mirë kundër njerëzve të këqij, bota do të ishte shkatruar. Do me thonë Allahu xhallashanuhu çdo herë e përkrahon të vërtetën. Por kësaj përkrahje nga ana Allahu xhallashanuhu, të cilën e kemi të garantuar se e përkrahon, duhet edhe ne të jemi atij. Pra ne duhet të jemi të sinqert, ne duhet të duhen atë vërtetën, ne duhet të luftojmë për të vërtetën, dhe atëherë me ndihmën e Allahu xhallashanuhu, e cila nuk mungon është e garantuar, ne do të korim fitore, do të jemi të sukseshëm. Por derisa ne, pasi që pretendojmë se e duhen atë vërtetën, pasi që pretendojmë se luftojna për të vërtetën, jemi tërhekur në defanziv. Ne e kemi vetëm deklarativisht se jemi me të vërtetën. Por derisa jemi në këtë gjendje, edhe ndihma e Allahu xhallashanuhu mungon, por arsye se ne nuk të regojmë hapa konkrete se e duhen atë vërtetën, se e përkrahim të vërtetën, se luftojmë për të vendosur një rend në këtë vend. Prandaj thot: "Walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum li ba'din la fasadatil ard." Sikur të mos ishte ndihma e Allahut për të drejtën, për të vërtetën, bota do të ishte shkatruar. Pra edhe krahas asaj se ekziston një numër shumë i vogël i njerëzve të cilët e përkrahin vërtetën, ndihma e Allahut nuk u mungon, dhe argumenti më i madh është se bota ende ekziston. Por arsye se kur do të vijë momenti që e pavërteta ta ketë fjalën kryesore, do të vijë edhe fundi i kësaj botës. Por që e vërteta të jetë në skenë, ajo e cila do të udhëheqë, ajo e cila do të ketë fjalën e fundit, duhet që njerëzit, dashamirët, ata të cilët e duan të vërtetën, ta thuan fjalën e tyre, të mos heshtin. Për ndryshe e pavërteta, padrejtësia do të vazhdoje të udhëheqje, do të vazhdoje ta ketë fjalën e fundit, deri atëherë kur e vërteta ose njerëzit të cilët e përkrahin të vërtetën do të heshtin dhe nuk folin kurrë. Lillahi al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم ويقول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Falenderimet I takojnë Allahut fuqi plot. Përshëndetje tonë e dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Xhamati nderuar, për atij momenti kur Allahu xhaleshanuhu ka krijuar njeriu, njerëzit janë ndarë në njerëz të cilët janë deklaruar si besimtar dhe njerëz jo besimtar. Për momentit kur njeriu deklarohet si besimtar ndaj Allahu xhaleshanuhu, për atij momenti fillojnë obligimet dhe përgjegjësitë të cilat I kemi ne ndaj Allahu xhaleshanuhu si krijues. Allahu xhaleshanuhu xhamati nderuar ka vendosur rregulla në tokë. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dhe mos shkaktoni çrregullime në tokë pasi që ato ne e kemi rregulluar. Allahu xhaleshanuhu xhamati nderuar me fjalë të tjera njeriu e ka krijuar, por atij ja ka nështruar çdo gjë që ekziston në këtë botë, me të vetmin qëllim që njeriu të ja lehtësoje jetën në këtë tokë. Por në të njëjtën kohë njeriu I ka kërkuar që t'i respektoje urdhrat të cilat I ka vendosur Allahu xhaleshanuhu, rregullat të cilat I ka vendosur ai në tokë. Ndodhen që pikërisht ata njerëz të cilët deklarohen si besimtar, njerëz të cilët në ceremonit e tyre, të cilat kanë gjirë fetare, e thejnë rregullin, obligimet të cilat u ka vendosur Allahu xhaleshanuhu. S'ka dyshim xhamati nderuar se në Islam të gëzohesh, të jesh I lumtur, të bësh një qejf, është diçka e lejuar brenda kornizave të cilat I ka vendosur Allahu xhaleshanuhu. S'ka dyshim se Allahu xhaleshanuhu njerëzit I ka krijuar në çifte që ata të martohen dhe më pas t'i bëjnë ceremoni tjera darsë, më tha tash shumë e radh, por të gjitha këto ceremoni të cilat I bën njerëzit të jenë brenda binarëve të cilat I ka vendosur Allahu xhaleshanuhu spaku për ne si musliman. Por arsye se xhamati nderuar është e palogjikshme dhe kësaj se di njeriu mund t'i japet një sqarim. Njeriu muslimani bën një ceremoni, bën darsën martesë ose synetim, dhe në këtë ceremoni e cila ka ngjyrë fetare, pasi që krijimi I njeriu të është vepër e Allahu xhaleshanuhu, ai njeriu e ka urdhëruar fjalavin që të martohet, që ta ruaje rendin në tokë të cilin e ka vendosur Allahu xhaleshanuhu. Dhe njeriu pikërisht në këtë ibadet, për arsye se martesa është ibadet, njeriu e then ligjin të cilin e ka vendosur Allahu xhaleshanuhu, dhe është pikërisht Allahu ai cili e ka obliguar me martesë, dhe martesën e tij, darsmën e tij e bën krije kput me harame. Dhe kjo xhamati nderuar është të ndodhur dita ditës. Nëse martesa është diçka obligative, sunetimi, bërja sunet e fëmijëve meshkuj, është një sunet, një tradit e pejgamberit alayhi salatu vesselam, nuk ka të bëjë kurrë me farzin dhe me vajxhibin, që nuk kupton se
bindja e gabuar në mesin tonë se për të bërë njeriu musliman duhet bëhet sinet. Ki mendim ekziston vetëm ke ne. Për të bërë njeriu musliman duhet ta shqiptojë shahadetin, jo të bëhet sinet. Sineti, siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, është pastrim. Thot min el fitrati khamsun. 5 sende thot janë prej natyrës së pastër njerëzore. Do të thonë që e mbajnë pastërtinë trupare të njeriu. Në mes të atyre përmendën edhe sunetimin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam sunetimin e përmendën krahas prerjes së thujve. E njëjta gjë është pastërtia trupare. Por për prerjen e thujve ne nuk harxhisëm 10.000, 20.000, 30.000 euro, po harxhisëm për sinetin. Bile kur bëjmë sinet, bëjmë një sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe këtë sunet e ngarkojmë me harame. E ngarkojmë me alkohol, e ngarkojmë me dukuri tjera negative të cilat Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi i tij kanë luftuar. Kjo xhamati nderuar nuk din njeriu se si t'japat kuptimin ose atë mana se çfarë ndodhen me ne si njerëz. Duke dashur të bëjmë një sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne him njërë në fejt në haram. Dhe kjo është diçka e palogjikshme, nuk mundet njeriu t'i japë një sqarim se çfarë ndodhen me ne si popull. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: bërja e sunetit është e pastrim për trupin e njeriu. Por nuk thot ta bësh me harame. Dhe cili është xhamati nderuar, qëndrimi, reagimi i jon, edhe si hoxhallar, por edhe si musliman. Çfarë na ndodhen neve? Ne si musliman xhamati nderuar, duke u bazuar në ajetet kuranore, në fjalët e Allahu xhaleshanu dhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e kemi të ndaluar rreptësisht, e kemi haram të qëndrojmë në ato vende ku bëhen gjinahe mëkate ndaj Allahu xhaleshanu. Por ne për hatër dikuj e idhnojnë Allahu xhaleshanu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: men iltamasa rida Allahi bi sakhati an-nas kafahu Allahu mu'nat an-nas. Nëse një njeri mundohet që të arrijë kënaqësinë e Allahu xhaleshanu, por për të arritur kënaqësinë e Allahut, ai i idhnon disa njerëz thot s'ka gale, nuk ka nevojë të mërzitet për arsye se Allahun e ka në krahun e tij, ai e ndihmon dhe ai e përkrahon. Dhe kundërta thot, kur një njeri thot duke dashur t'u aboje qifi njerëzve, e hidhron Allahun xhaleshanuhu, ai thot s'ka punë më me Zotin. Zoti thot e ka dërzuar atë njeri tek njerëzit. Xhamati nderuar, duhet t'i dallim sendet. Ne jemi njerëz dhe askush prej neve nuk kërkon të bëhen me lajqe, se nuk mund të arrijmë gradën e me lajqeve, por nuk bën të bëhen edhe shejtana. Pra njeriu duhet të ngelje njeri. Gradën e me lajqeve sunem rajna, por arsye se është e pamundshme, por të mundohena të punojmë, të veprojmë që të mos bijena në gradën e shejtanave, por arsye se shejtani mbas të gjitha të mirave që Allahu xhaleshanuhu ja dha, e vendosi në gradën e melajqeve, shejtani e theu fjalën e Allahu xhaleshanuhu, e theu urdhrin e Allahu xhaleshanuhu, dhe Allahu e dëboi përjetësisht nga rahmeti, nga mëshira e tij. Ne jemi njerëz dhe ne nuk dëshirojmë që Allahu xhaleshanuhu të na largojë prej rahmetit të tij, por kur ne me veprat tona shndrohen në shejtana, shumë afër është që Allahu xhaleshanuhu të na përzonet, na largoje nga rahmeti i tij. Këto fjalë xhamati nderuar që i them, shumica prej neve i kemi pa. Dhe nuk ka nevojë tepër të filozofojmë, se shumica e darsmave tona bëhet nëpër sallone, nëpër restorane. Bëhen bankete të cilat u themin e ndryshe. Dhe në ato bankete, përveç në disa raste të cilat mund t'i njehim në gishta, të cilat kanë pasur karakter fetar. Të tjerat unë nuk besoj se i ngjan një darsme të një muslimani, për arsye se lakurisia në nivel. Në shumicën e rasteve alkoholi po ashtu gjendet në atë vend. Kjo gjë nuk u takon muslimanëve.
Dhe obligimi jonë xhamatin nderuar. Së pari si hoxhollar, jo vetëm ne, por të gjithë hoxhollarët ne kemi një obligim përpara Allahu xhaleshanu. Obligimi jonë është që brenda mundësive tona ta paksojmë. Jo ta zhdukim, por asnjëherë është e pamundshme të zhduket, por me prezencën tonë në disa momente të caktuara të mundohemi ta minimizojmë të keqen e cila gjendet në disa vende. Por të njëjtin obligim e keni edhe ju si musliman. Në rast se gjendesh në një vend të tillë, në rast se shef diçka e cila është kundërshtim me parimet islame, e ke për obligim të alishosh atë vend me njëherë. Nuk bën të qëndrosh në atë vend, por arsye se ti e shoqëron, ti e përkrahën tjetrin në mëkat, ti e përkrahën tjetrin në haram. Dhe përkrahja e njeriut në haram është e njëjtë sikur se e bën haramin. Pse nuk e bëjmë në xhamatin nderuar kur shkojmë me një banket? Pa marrë parasysh se përzierja është shumë probleme burrave dhe grave, por këtij problemi i shtohet edhe prezenca e alkoolit. Pse ne si musliman kur gjendemi në atë vend dhe e shohim një gjë të tillë, nuk i thonë darsmorit faleminderit, por ne nuk e kemi vendin këtu. Por ne për hatër dëgjës, për hatër tezës, hallës, si ku ta diun e kujt, bëjna gjinahe ndaj Allahu xhaleshanu. Dhe darsmori i cili ka vendosur të bëjë një darsëm deri diku ti ngjaje darsmës një muslimani, kur e shef se një njeri ka hi me alkohol në sallën ku e bën ai darsmën ose banketin, pse nuk i thot atij, o zotri, unë kam darsëm, nuk je ti darsëm, nuk je i mirëseardhur në këtë vend, por arsye se ma prish atmosferën. Përderisa xhamati nderuar, ne nuk veprojmë kështu. Hala situata do vijë dhe ma keq. Por arsye se ta bësh darsmë në një restoran nuk është diçka e reja. Ndoshta për ne është e reja, por për botën islame nuk është e reja kjo gjë. Kur bota islame ka bë darsma në për restorane, ne hala i kemi bë darsmat me dajregjicën, me izmeçi. Por nuk kanë dalë jashtë binarëve ashtu siç kemi dalë ne. Por një sunet që është sunet traditë e pejgamberit, ti bësh gjitha ato harame, unë nuk e di ku ka, për një darsëm martes me të cilën të ka obliguar Allahu xhaleshanu për ta mbajtur rendin në tokë, për ta shtuar popullatën, njeriu hin njërë në fejt në haram. Këto gjëra xhamati nderuar nuk mund të sqarohen, nuk mund të shpjegohen, vetëm se vetë një fjalë që mund të thuhet është mungesë e vetdijes fetare. Të gjithë popujt në për vendet më të mëdha, qytetet ku ka me miliona banor, manifestimet e atyre organizojnë në për restorane, nuk i bëjnë shtëpi dhe mbanesë, por jo me këtë maskarallok të cilën e bëjmë ne. Ne si duket jemi një popull, një seri e veçantë, një prodhim i veçantë i cili nuk njeh kufi. Çdo një njeri i cili sinon hidhrimin e Allahu xhaleshanu duke dashur t'i kënaqë njerëzit, s'ka punë me Zotin, por ka punë me shejtanët. Por arsye se njerëzit të cilët të nxisin ta hidhrosh Allahu xhaleshanuhu nuk janë kur gjë tjetër vetëm se shejtanat të cilët ecin me dikam dhe të ishe. Prandaj xhamati nderuar, Allahu xhaleshanuhu ka thënë: "Ja ayyuhalladhina amanu atiu Allahe wa atiu Rasul." O ju që keni besuar, nënshtrohuni ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit të tij. Mos ju nënshtroni njerëzve dhe dëshirave të tyre, por arsye se njerëzit të çojnë në humbje. Dhe ne, duke filluar nga ne dhe ju, e kemi për obligim fetar, e kemi haram të qëndrojmë në ato vende ku, në ato bankete ku shërbehet me alkohol. E kemi haram të qëndrojmë në ato vende. Edhe pse edhe përzierja është shumë problematike xhamati nderuar, por me prezencën tonë, me seriozitetin tonë, ne mundohemi të gjithë së bashku si musliman t'i paksojmë, t'i eliminojmë edhe atë mundësi më të vogël që ati të ndodhi diçka më e keqe. Por përderisa ne heshtim, përderisa ne vabojmë qifin, për hatër dëgjës do pehim, për hatër tezës do pehim, për hatër ti do pehim, kurse për hatër tative dhe idhnoj Allahu xhaleshanu nuk kemi bërë kur gjë. Dhe situata gjendja nga viti në vit do të vjet do të përkeqësohet dhe do të bëhet hala më keq, dhe nesër do të ndodhje që do shohësh një darsëm, më falni shpejt dhe thosh, a shkije janë këto që e bëjnë këtë darsëm?
por arsye se nuk ka asnjë simbol, asgjë nuk ka fetare islame. A vetin e deklaron muslimon 5 herë vakët, 5 vakte i falen xhamaj, kurse në Shpaj nuk ndehet zani. Në Shpaj nuk ekziston. Haxhi Baba rën Shpaj, qerët kitë në banket me alkohol. Kjo është situata jonë. Përderisa ne nuk folim, përderisa ne heshtim si muslimon, situata do përkeqësohet, do vije hala edhe ma keq dhe dita ditës moti të vjen hala mazej. Ato të cilët kanë pas para 4-5 vjetë darsëm, nëse shohën sot se çfarë ndodhi nëpër darsma, do të thosë se punë pas kumbo darsëm shumë më herë, darsëm muslimash pas kumbo, por arsye se sot s'ka kurrë me islamin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروه يغفر لكم